Këtë hadith o musliman nuk kam qare pa o të regu musliman vë Allah në rujtë në animov gjithmonë, në kofë se je për atyne që jeton në përvenet krishterët, jahudive, ngua këtë hadith. Ka thonë Rasulullah a.s. me një form jarë zakonisht, nuk po thamë, ngua hadithin vetë, ama forma është pegi e ranë për neve, edhe jam një prej atyne që jetoj jashtë venit tonë, venit ku shumica janë musliman. Ka thonë Rasulullah a.s. Ene beri, unë jam beri. Beri në arabisht, nuk kemi fjalë në shqip thënë, i kom qu dur për teje, nuk kam baj me ty. Në të kuptimin, ose nuk muj me të një muma, ose nuk kam baj ma me ty. Dy format. Në të kuptimin, ka njerë muj me thonë, i kom qu dur për teje, në të kuptimin, ndihma jam nuk mundet me të arë ma ty, mësimi jam së ndvjen ma ty. Ka thonë Rasulullah a.s. Unë jam beri, prej atina, larg, i distancum, prej atina i cili jeton në venet i jotë muslimanve. E ku së në shfaq fejnë e tina, së në praktikon fejnë e tina. Jam beri për tina, në të kuptimin, mos të ankohet kënesër në qofë se nuk e gjanë atë rahatin e nefësit tina në islam. Mos të ankohet kënesër pse e ka këtë problem, e Rasulullah a.s. ka thonë ryshe. E prapë e ka këtë problem edhe pse Rasulullah a.s. ka garantu që muslimat kanë me pas një jetë rahatume, zemrat e tyne kanë me kanë qëtësume, jo jetë vështërsume në gjokësat e tyne, e në qofë se ne e kena, mos të ankohme, por shkak se Rasulullah a.s. në ka kazu, unë jam beri, nuk kam fajone. Nuk ka faja Rasulullah a.s. se na e lam venin e muslimanve, edhe vim rënojmë me përvenat krishterve. E na bëhet padresi, hala pa dal për dyrve tona. Në të antë, e se cilë që rëna në Evropë e din padresin që ju bëhen muslimanve këto. Gjithë konë, mirë po këto, është jarë zakonë shumë e madhe padresia që ju bëhet muslimanve në të antë, e din muslimanve. Uso anë ka. Rasulullah a.s. nuk ka faj. Largë, beri, i distancum në atë kuptimin, s'kam ma, e ke ba këtë hap, atër e pas gjabë vetën. E por dhe sa unë të jetojnë në mesin e muslimanve, atër e na bojnë dobi mësime të Rasulit a.s. Edhe këtu na bojnë dobi o musliman, po jo me atë efekt sikur të shme ka në mesin e muslimanve, me jetu me musliman, me dalë, me këthy me musliman, me pa musliman, me dhanë selam, e jo këtë përshëndetjën e tyne të nditën e përkryje. Mos anka. Normal që të bajnë dobi mësimet e Rasulit a.s. edhe këto, gjithkum kudo që je, mirë po jo në atë nivel, jo në atë rahatin e zemrës, e nefsit tanë, që shik shemëri si këtë në kanë vendet e muslimanve. Me gjithat po thamë, se cili e një vetën e tina, kjo nuk i përfshin krejt. Ka njerës që nuk kanë pas qare për elshu venin, ka njerës që jënë përzan për venet, ka njerës që njek për venet, ka njerës që me një kohë nuk ka pas qare, tash rën me qef, ka njerës që e kalëshu me qef, si kur qifti jam. Nuk kem nevoj mu mënu me rajt edhe për fej kur folim. Do me thënë, si cilë një vetën e vetë, mirë po kujtesë, në qofë se t'jepet, neherë në mësi, shfrizohe. E lusë me Allahën azugjel, me nga bo për atyne që zgjohme, kur zgjohme në gjesë, zgjohme në përvanat e muslimanve, në përshpijat e muslimanve, i një me zanat e muslimanve, i një përshëndetjet e muslimanve. E lusë me Allahën azugjel, me nga bashku me musliman kuda që janë, lusëm Allah në azugjel me nga bo për muslimanëve të mirë.